يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla. Atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanë që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këtu poshtë jemi duke folur rreth jetës në varr. Jetës në varr, mirë po ende edhe disa gjëra që kanë të bëjnë para se me ardhur tek jeta në varr, se si ndodhin. Dhe herën e kaluar dhe të para kaluar, mendoj që kemi folë se nuk është e mirë për muslimonin, me thonë, o Zot, merr ma shpirtin, se mu ka bo bajat kjo dunjo, jam lodh me punë të ndryshme, varfërie madhe, o Zot, merr ma shpirtin. Dhe qëto e përmendëm, kemi fillu me përmend se nuk është e lavdruar, nuk është e mirë, që kjo s'është mirë vëllaxhi. S'është mirë me thonë që o Zot merr ma shpirtin. Dhe i përmendëm disa sene herën e kaluar, por prej seneve që lam pa i përmend është edhe ajo se njeriu nëse i vjen vdekja që po don me kërku, ai duhet ta ketë parasysh se të mirën e ibadeteve, kënaqësinë e ibadeteve që e bën, kënaqësinë e namazit, kënaqësinë e sadakës, që kur ta jep një sadak, e ti rritet zemra kur e jep njeriu, kur jep një sadak, i lëviz thuj se zemra e tij. E kur ta don dikan për Allah, qysh qetësohet zemra e tij. Pra ibadetet, kënaqësinë e ibadeteve. Të shkputet lidhja, shkputet lidhja me kënaqësinë e ibadeteve. Sot je gjallë ti kemi ani kënaqësinë e ibadeteve. Nuk je, tani më nuk nin kënaqësinë e ibadeteve, misal. Tjetër, pastaj haxhi rasti i pendimit. Ti ki mundësinë për mu pendu. Për shembull, ke bon një shkelje, ke bon një mëkat, ke bon shumë mëkate, ke bon shumë gjunohe, por deri kur e ki, ato të që Allahu Azza wa Jall si ti bash disa vjet mos ta pranë pendimin, ja kështu nuk thuhet. Adin, mirë po çka? Na themi se, qështu qysh është në hadithën e madhe, jetë se Allahu ta pranon pendimin, derisa të vjen shpirtin në arzën e fytit. Por do të ta pranon pendimin sa të jesh gjallë. E ti nëse do Zot merr ma shpirtin, që ta mori shpirtin? Pra rasti për pendim të ka ik, edhe këto do të me pas parasysh. Pastaj mizon disa gjëra që i kelon mongi. Nëse kjo lidhet me pendimin prap, por ka shumë gjëra që i kelon mongi, kur ke qenë i ri, haxhi, kelon mongi, nashta për shembull që nuk po hinë në farzë heq, që me thonë të pendimi, po i kelon mongi sunetet. Haxhi, pezon, njoni i ri, e tu i punu, se tu që në mendji që të farzë ti fali. Edhe na i thënë, okay, fali farzët, por sunetën tash më të ngri shkolla më lart, diçka tjetër. Se sunetet janë obligim, sunetet namazit, farzët janë obligim. Por që tash ti ka ardhur pleqnia, mund punë s'është, në penzi ka dalë, fëmija për ti s'kërkojnë, fëmija për ti s'kërkojnë, atëherë thu, ati shka, kur jam kon i ri s'kisha vakt mi falë dë nafile, dë sunete, mi falë sunetet e ditës, që janë 12, nuk mësë me hinë zgjerime. Për shamo tash ti falë, të dha, shansa të dha. Pastaj, ka mundësiti, kur e kon i ris, ke pos kohë se si e shumë sabat verkit, në 6 ora bën vakia, ke shku janë mal, ja ke shku në ato punëtërit e mëdhaja me shumë punu, se ke prit me orë, për shumë ndora kanë 8, me falë një namaz duhas, ose kanë 10, me falë një sunet duhas, dhe namazit duhas. S'ka rastin, tash të ki rastin, pra disa sene që ka të kënë ik, nëse ki jetë, i në zenë. Po ti o Zot, merr ma shpirtin se jam lodh. Shkon, a mund më kthy për të kthejnë a Zot, ti folë dhe sunete dhe nafile, a mund? S'mund. Këtu janë raste që duhesh me i pas
personi, ose jam prej pikave që e ndihmojnë atë fjallën që e thamë se nuk është e mirë me thonë o Zot, merr ma shpirtin e jam bajatos për jetës. Tha pejgamberi alayhi as-salatu wasallam hadithin që sjell Imam Muslimi për Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, tha pejgamberi alayhi salam: "La yatamanna ahadukum al-maut wa la yad'u bih min qabl an ya'tiyahu innahu idha mata ahadukum inqata'a 'amaluhu." Tha pejgamberi alayhi salam këto: mos ta synon vdekjen dikush, mos të ndron vesh me vdek ndonjëri për juve, as mos ta lut Zotin për këto, për m'ia marr shpirtin. Po le ta lën çashtu që ka caktuar Zoti derisa të vjen vdekja. Fa innahu idha mata ahadukum inqata'a 'amaluhu, se kur ndonjëri vdek për juve, mo çështja e punëve të tij të mira i shkputet. Se ki mundësin me bo vepra të mira, tha pejgamberi, wa innahu la yazidu al-mu'minu 'umruhu illa khaira. Pastaj tha dini o ju njerëz, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, se mu'minit besimtarit nuk i shton jeta e tij diçka vetëm se të mira. Pra ti nëse pas ke jetë hala më gjatë, po tu shtoj kanë të mira. Se pe falë namazin, pe falë pastaj sunete, nafile, sadak. Veli ty si më shumë adhin shka të cilën para në përgjepa, pak të vynë, edhe sadak e sene e ki mundësin, kështu tha pejgamberi, me një verset tjetër tha pejgamberi, që si Bukhariu tha, la yatamanna ahadukum al-maut, mos kërkani me vdek, imma muhsinan fala'allahu yazdad. Tha, për shkak se nëse njoni është burr i mirë, por që po thotë o Zot banëm që të vdes, para ajo është burr i mirë, e ati të mirit i shtohen të mirat nëse kishte me jetu. Për të në hadithi, wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Tha, ndoshta është njëri keq, ndoshta është gjunaçar, ndoshta është mëkatar, tha e ka mundësinë për pendim. E ka mundësinë për pendim. Prandaj tha mos e kërkoni vdekjen. Na jem hanes të temat adim. Pjukyshin ndërkohë, pjukyshin temë, se dikush të thotë jetë të fol për jetën e varr, edhe marrë tema tjera. Keq kam të sjell për me orë të në varë. Pëse më po do të me vdek, po thamëne, pas taj me hinë varë ato. Në vdek, se njerë gjallë me shni vishë dhe kriminella që ishtin, po apet edhe me shni gjallë, apet hek një të vdes tani, apet vazhdojnë prezitura. Të kjo hadithi fundi që e përmenda, thët El-Hafidh an-Nawawiu, thët se nga që kjo hadith që u përmend fund, kuptuat se Allahu e uren çështjen me kërku vdekjen ti. Me thonë, Zot, merr ma vdekjen, merr ma shpirtin, banëm që të vdes. Allahu e uren, kështu e përmendi Nawawiu. Kjo, nëse njonit për shembull ka probleme dunjas, tha, se prej hadithit po kuptohet, nëse ka probleme të dunjas, nëse ka dhimbje, nëse është në bela me një armik, edhe kërkon me vdek. Krejt që tu, tha, janë si arsye që Allahu e uren që ti me kërku vdekjen. Pastaj, prej pikave që e ndihmojnë, që mos me kërku vdekjen, që ndihmojnë këtë fjallën, që po thejme se është e urrejtur me kërku vdekjen. Por jetani qashtu qysh, ja ka shenu Allahu Azza wa Jall, pa thonë o Zot merr ma shpirtin, është edhe pika tjetër se ti ta dim se momentet fillimisht ti pe kërkon vdekjen, po hale meleku i vdekjes i thojnë melekul maut ose Azraili, hale s'ka orë me ta marr shpirtin, se kur të vjen meleku i vdekjes, kur të vjen Azraili me ta marr shpirtin, e ta afrohet shpirtin në arzën e fytit me dal, është këgjo të merë, është merë e para, dhe e dyta, ti nuk i siguriti, kujt guxan me i thonë që po njam, njone që e një besimin e pastërt, nuk guxan me i thonë vetës që one 100% si të vdes, unë e kam anë i gjeneti, nuk ripuna, sikur do që, normal janë largë fejs, po, kanë qëtë me dho koraj e vetës, ja, unë kuj puna, unë gjenet jam, ja, kështu së këzën, mi thonë. Pra ti po kërkan, mu shku mu balafaqu, njëherë mu balafaqu me melekun e vdekjes,
që nuk e din trishtimin që kur djen ai, që din, se me lekun e vdekjes na e shohmi veç kur t'na vje shpirti për me dal. Në çato momente kena me pa, që kena përmend edhe më herët. Po ti po kërkoni diçka, mu ballavaçu më një të rrezikshme para këtë. Edhe e dyta, s'ki garancion ti, atë ka pranu Zoti ty për të mirëve ajo. Ati ka pranu veprat e tua apo jo? S'ki garancion. E si i thuti Zotit, o Zot, merr ma shpirtin e të viçat të takuhën anë. Ati s'ki garancion. Nashta namazet e tua si gjysma i ke lënë krejt. Nashta namazet gjysmën pa abdes i ke fal. Nashta namazet që asnjë kushtimesh pa thamë, edhe hipotetikisht që pitoj. Nashta namazet shumë për tyne as rukus nuk ja ke dhënë hakin, as sejdave s'ja ke dhënë hakin. So namazet në rinin tonë i ke lënë krejt. Ku po ki garancion ka të lehtë me thosë Zot merr ma shpirtin se ne u mërzita pe kësaj. Ama ti u mërzite, po nëse si ke pos punë të mirë të pranuara, mendon që let tani shkon atje në varr mas pari, tani të shkuani, mendon që let, nuk është let. Prandaj nuk kërkohet që shta pejgamberi alayhi as-salatu wasallam tha la tatamannu liqa al-adu. Jo njerëz pejgamberi sa tha mos e synoni, mos e pëlqeni, mos keni merak mu taku me armikun, mu taku me kundërshtarin, armikun. Wasallallahu al-afiyah, por kërkoni Allahut që Allahu më ju fal juve. Kjo, mu taku me armikun, hin tani krejt që ato që ka i përmenda. Ty më si kërka Allahut që pastaj mu taku edhe me melekun e vdekjes, që bën vakia ai, ose ti për ton i armiku i ti, ose ai për ty se vjen me ta marrë me dhunë në shpirtin e se si e bëri mirë. Prandaj e tha pejgamberi alisam në hadithin që vjen për Aishës, i tha pejgamberi asam, ja Rasulullah, matet fulane, Aisha, tash për vjen këtë hadithin, që e ka silli me Mahmeti, ka saksu Shekul Albani dhe të tjerë, në këtë hadith për të Aisha, i thash pejgamberit alayhi salatu wasallam, oj dërgumi i Allahut, filanja, një grue vdeq. Edhe shka tha, wastarahat, vdeq, dhe Aisha thot, dhe u rahatu e ngrata. Që kjo shprehje vlen edhe në popullatën tonë. Shumë herë vdesin disa njerëz, edhe kimi një në gjuhat tona, të thonë, u rahatu e ngrati. U rahatu e ngrata. E nini se u shliru. Që tu e nini, sigurisht që e nini. Mirë, po, si tha pejgamberi, po valla mirë kjo është se për me u shliru, se ka pat vujtje, ken me një smu, janë e këni. A i tha që shtu? Jo. I tha, të thosha vetë, thot fegadi be Rasulullahi, po ju veçka që, po u hidhru pejgamberi, pse thash që shtone? E qka tha? Tha, innema jesterihu men ghufira leh, ju e jajshe, musu gut me thonë valla rahatu, se i rahatuari është aj që e folë Zoti. Pra i rahatuar qenë ka aj që e folë Zoti. Mos me ndët atë që me thonë ti, o Zot, merë ma shpirti se jam mërzit. Edhe me ndët që i rahatuash. Edhe ti po me thonë që 100% që po me ndën që i rahatuash, dosh me di që Zoti të falë. Për mu rahatu. Për ndryshe nuk do të, nuk hinë në grupin e atyre që i rahatu. Se pejgamberi, bashkëshortën e vetë, më të dashurën e vetë, e qërtoj. Pse tha u rahatu? Bile dhe juve kjo, ju vlen me rujt këtë fjalin e fundit, kur thujnë të na u rahatu, kujtënja bile të paktën një valla rahatuhet, aj, po ju lutë në Zot fale. Qika që, o Zot fale. Zot e falë të mshiruft. A mo rahatuhet veç atëherë kur Zotit e falë. Kjo është si një ndihmëse e asoj fjales që u përmend fillim, se nuk kërkuhet vdekja. Nuk kërkuhet vdekja. Ibn Omeri, jo po, Ibn Omeri, radiallahu anhuma, ndëgjaj, Ibn Omeri shok i pejgamberit. Edhe baba i ti ishte shok i pejgamberit, Omeri. Amo Ibn Omeri djali ti. Ndëgjaj një njëri, ka thëj kese, o Zot, merr ma shpirtin. Si ja kthej Ibn Omeri, ta shok i pejgamberit? Ibn Omeri tha, mos thuj që shtu ati njëri, tha. Se vdekja ka me të zonë të aty doshje pa doshje. Vdekja ka me të zonë. Por që shtu mos thuj. Pa qka me thonë, tha? Walakin tha, selullah el afje. Po ti tha, veç kërko që Zoti me të falë. Sot jesh gjallë.
Thoj, o Zot, falem. O Zot, falem. E pse kështu i tha? Se tha kur vjen momenti i vdekjes, shifen, shpalosën, sene që do të trishtohesh ti, por edhe pas vdekjes, ki me po gjëra çka do të trishtohesh ti. Prandaj tha Ibn Omeri, mos o Zot nërma shpirtin. Edhe ka possibilitet Ibn Rajebi, që është edhe tekri për qëtasht, o më tema hales ka përfundu. Ibn Rajebi, një dietar i madh i hershëm, tha mos e kërkoni vdekjen. Tha se do burra të mëdhaj, shumë të mëdhaj për para, pa të në thonë, o Zot, merr ma shpirtin se jam lodh. Për ty në tha Ibn Rajebi, ky dietar i madh, tha Abu Dardaja, shok i pejgamberit, e pa të kërku. Për ty në tha Sufjan e Thauri, ju pa të bezdis jeta. Me pas dhek isha rahatu, ose o Zot, merr ma shpirtin se jam lodh me këta njerëz të burra të mëdhaj këta. Me gjitha ton, tha Ibn Rajebi, kur i pa të ardhë momenti me vdek, i pa të nro pishman. Se kur i erë momenti, e dhimbjet e vdekjes, i ro pishman, pse, i kënë ra burat më dhaj këta, i kënë ro pishman pse kërkun vdekjen. E ky Ibn Rajebi thot, nëse këta burat më dhaj, i kënë ro pishman, pas taj pse kërkotën vdekjen, me ndëni që unë e ti, dhaj tash për gjeneratën të më hershëm, e vështë edhe kë, kishmi mu knoq në pas taj, ka që letë mu knoq, nuk do t'i bish mi pishman, pse për kërkuna vdekjen, pra i bina dhe na pishman. Nga që kjo, dhe që të për mëna si presje, kuptone se jam të pru fjallë të parve, hadite, argumente se vdekja nuk kërkohet. Nuk thuhet o Zot merr ma shpirtin se jam bajatus, o Zot merr ma shpirtin se jam lodh për dunjas, o Zot merr ma shpirtin se varfëri e madhe s'm po duroj, nuk thuhet, është e urrejtur në dinin islam që kjo mu kërku. Mi po kjo i ka dhe disa sene kur nashta kona i prej ashtim, e sene këtu ma mi në mbesin herën e ashme. Lusmi Allahun azza wa jall na fort më mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jall shpirtat ton let më të lejtën të na merr. Dhe lusmi Allahun azza wa jall Allahu të na fal atje dhe na lehtëson jetën tonë edhe në varret atje. Alhamdulillahi rabbil alamin.